Nuk është shfaqje klasike teatri, por një performancë me vallëzim modern. Trajton kufit midis trupit njerëzor dhe teknologjisë. Borderless Body nga MN Dance Company e Slovenisë ka hapur edicionin e 5 të festivalit ndërkombëtar të teatrit në ambiente të hapura Prizren Fest. You look down and you see a turtle. You reach down and you turn the turtle on its back. Shfaqja në regjin dhe koreografin e Mihal Rinja dhe Nestja Bremec Rinja eksploron marrëdhënien gjithnjë e më komplekse midis trupit njerëzor dhe teknologjisë. Vepra shtron pyetje mbi identitetin njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale, robotikës dhe transformimit biologjik. Është një zhanër që në teatrot vendore nuk shihet shpesh. E Prizren Fest synon inovacionin. Rithënjet që neve na udhëheqin në këtë edicion janë më shumë se sa fjalë, janë një busull për këtë rrugtim tonin artistik për gjatë këtyre 5 viteve. Ato na kujtojnë se arti është guxim, arti është kërkim, edhe arti është liri. Të hënën, hapja e festivalit është bërë në ambientet e teatrit Bekem Fehmio në Prizren për shkak të kushteve atmosferike. Festivali është përshkruar si një ngjarje që pasuron jetën kulturore, ndërsa Prizreni si një skenë më vete. Prizrenit nuk I duhet shumë skenografi, I mjaftojnë lumbardhi, I mjafton ura e gurit, kaldrëmi, shadërvani dhe shtëpitë e vjetra ku ende lexohet historia e tij. Sonte mbi këtë peizazh ndërtohet edhe një skenë tjetër. Për disa ditë I gjithë qyteti bëhet teatr. Kryetari I komunës së Prizrenit, Shaqer Totaj, këtë ngjarje e ka parë si derivat të vullnetit të përbashkët. Kjo është një rikonfirmim se aty ku ka shpirt artistik, aty ku ka angazhim, aty ku ka leadership, ku ka dhe përkrahja nga institucionet, qoftë komuna apo cila do, arti gjithmonë del në shesh dhe gjithmonë e jep kontributin e vet. Shfaqja hapse Borderless Body është një reflektim poetik mbi evolucionin, teknologjinë dhe kuptimin e të qenit njeri në një botë që ndryshon vazhdimisht. Ne kemi shikuar perspektiven se si po zhvillohet teknologjia dhe si po ndikon në jetët tona. Interpretimi nuk është I lehtë, pasi ka një mesazh më të thellë, por ne nuk japim përfundime. Vetëm grem pyetje se deri ku do të na çojë teknologjia. Deri më 28 korrik, Prizren Fest në ambiente të hapura do të sjellë shfaqje nga vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Përveç tyre, festivali sjell punëtori, koncerte dhe diskutime për teatrin, artin dhe kulturën në përgjithësi.